Deri në ora 9 sot kanë votuar 11.24% e votuesve të regjistruar në diasporë për zgjedhjet e parakohshme për kuvend. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, bëri të ditur se në orën 6 sipas kohës lokale në Kosovë, procesi i votimit ka filluar në ambasadet dhe konsullatet e Republikës së Kosovës në Ankara dhe Stamboll. Ndërkaq në orën 7, gjithashtu sipas kohës lokale në Kosovë, votimi ka filluar dhe në 24 përfaqësi tjera diplomatike që ndodhen në Evropë. Sipas të dhënave, gjatë këtyre orëve të para të votimit, nga 25 përfaqësi diplomatike ku ka filluar dhe po zhvillohet votimi, deri në orën 9, nga 27.724 votues të regjistruar, kanë votuar 3.117 votues. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka filluar dërgimin e materialeve të ndjeshme zgjedhore në komunat e Kosovës, në kuadër të përgatitjeve për zgjedhjet që mbahen nesër. Sipas KQZ-s, në mesin e materialeve që po shpërndahen janë flet votimet, listat përfundimtare të votuesve dhe vulat zyrtare, të cilat do të ruhen në qendrat komunale të numërimit dhe më pas do të transportohen në qendrat e votimit para hapjes së procesit zgjedhor. Transporti dhe sigurimi i materialeve u realizua me mbështetjen e policisë së Kosovës, e cila do të kujdeset edhe për ruajtjen e tyre deri në momentin e përdorimit. Për zgjedhjet e 7 qershorit janë prodhuar gjithsej 1.778.300 flet votime. Nga ky numër, pjesa më e madhe është dedikuar për vendvotimet e rregullta, ndërsa pjesa tjetër për votimin me kusht, nevojat rezervë dhe votuesit me nevojat e veçanta. Dy vajzat e mitura janë raportuar të zhdukura të premte në Gjakov. Sipas policisë së Kosovës, rastet janë raportuar nga familjarët e vajzave. Dy ankueset FK kanë raportuar se dy viktimat të mitura, motra dhe vajza e ankuesve, kanë dalë nga shtëpia dhe nuk dinë për vendodhjen e tyre, thuhet në raportin 24 orësh të policisë. Gjithashtu bëhet e ditur se rasti vazhdon të jetë nën hetime. Çmimi i tavanit naftës sot në Kosovë është më i lartë për 2 cent krahasuar me një ditë më parë. Sot një litër naftë, sipas vendimit të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, do mund të shitet më së shumti me 1.54 euro për litër, kurse djen një litër ka mundur të shitet për 1.52 euro për litër. Çmimi i benzinës mbetet i njëjtë dhe sot shitet 1.42 euro. Ndërkohë që çmimi i gazit është për 2 cent me lirë, nga 0.71 euro sa ishte, sot shitet 0.69 euro. Ukraina i ka lëshuar qindra dron kundër shënjestrave në mbar Rusinë, përfshirë 10 mbi rajonin e Shën Petersburgut. Autoritetet e Shën Petersburgut urdhëruan përkohësisht banorët të qëndronin brenda shtëpive dhe pezulluan transportin publik gjatë sulmit që ndodhi sot. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se shumë nga dronet u rrëzuan. Një qark në perëndim të Shën Petersburgut u mbyll plotësisht pasi një dron goditi një ndërtesë të paspecifikuar ushtarake. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenski, mori përgjegjësinë për sulmin, i cili ishte i dyti i këtij lloji i kryer gjatë forumit ndërkombëtar ekonomik të Shën Petersburgut, një ngjarje që dikur është quajtur Davosi i Rusisë. Çdo akt padrejtësie kundër Ukrainës do të marrë përgjigjen e drejtë, thoi Zelenski. Вони всі сьогодні були дуже